Marineford në Blun e Madhe, shtabi qendror I Marinës. Është plotësisht e papranueshme. Morë vesh se djali është vëllai I birëzuarit të ndjerit portugiz D. Ace dhe djali I dragon revolucionarit gjithashtu. Dhe sikur të mos mjaftonte kemi zbuluar se është dhe nipi I zëvendës admiralit Garp. Po flas për Raberin ose ndryshe Monki de Luffy. Pas mbarimit të konfliktit gjurmët e tij kishin humbur, por ai jo vetëm kishte shëndoshë mirë, por pati pa fytyrësinë të kthej këtu në shtabin qendror të Marinës. Disa ditë më parë. Është një spektakël I tmerrshëm. U zhvillua një luftë e madhe ndërmjet rangjeve të marinës dhe piratëve më të fortë të botës. Fatmirësisht se kanë shkatruar ishullin. E shoqja edhe ti që ke një gazetare si unë, nga ç'vend vjen? Unë vjen nga Alabasta. Duhet të shkruaj një artikull për krokodilin dhe kapelen prej kashta. Edhe pse tashmë ai djali mund të mos jetë më gjallë. Kush e di, me siguri Marina është ajo që do të thotë fjalën e fundit për piratët që ishin të përfshirë në konflikt. Por kanë edhe probleme të tjera urgjente për të zgjidhur. Po, e drejt. Duhet ta dini që Thesari ekziston! Piratët që u nxitën nga fjalët e fundit të mjekërbardit tani po shkaktojnë telashe në të gjithë botën. Ushtarët që janë ende në gjendje për të luftuar duhet të largohen nga komanda për të shmangur sulmet. Po pra, do të jetë tepër të zënë. Ja tek janë me qëra fjala, po kthehen nga një mision I radhës. Po ku ka shkojnë ata? Se ajo një nuk shkon drejt portit? Prit pak, për mendimin tim ka diçka që nuk shkon. Po gjuajnë qorrazi. Çfarë po ndodh? A keni mundur të lidheni? Jo, nuk mund të jetë. Ai është një çmendur. Po çfarë bën sërish këtu ai shef? A mund të më thuash se kush është? Është kapelja prej kashte, prej mishe kockash. Çfarë? Nuk ka mundësi. Do është Ania ka ndryshuar drejtim. Nuk e kuptoj pse u kthi ai. Gjithë paniku I ke qëllojeni ata anien. Karateja e njerëzve pesh! Projekcioni I rrymës!